janë të përkohshme. Edhe ideja pse njeriu t'i kërkohet t'i bëj gjërat serioze, t'i bëj gjërat, domethënë të mos jap veten në kuptimin që deri në atë pjesë që njeriu pastaj ti mërzitet vetja. Duke marrë shkas dhe nga ngjarjet e fundit që dëgjoja në televizor që një vajzë kishte vrarë veten e saj për arsye se i dashuri, imagjino, nuk kishte as bashorti, i dashuri e dhunonte. E dashur femër, grua, vajzë, ke parasysh një gjë. Në momentin që dikush nuk të respekton, nuk të jep titullin grua, nën, dhe të mban thjesht, nuk e di, ca thon, ose një cop letër është martesa. Po pikërisht është një cop letër, çfarë të pengon? Do thënë, është më mirë për dikë që është më mirë për të dy të përdorin njëri tjetrin deri në iden, sepse kur janë të pamartuar thonë se kapen me idenë që e ndarjes. Je me idenë e ndarjes, ndërsa kur martohesh nuk e mendonin idenë e ndarjes, sepse je më e thelluar për të marrë përgjegjësi dhe prandaj përpara çdo vendosje për martesë njeriu duhet të di mirë që martesa ka përgjegjësi dhe shpeshherë frika ndaj përgjegjësisë bën që njerëzit të mos martohen dhe mbi të gjitha bëjnë dhe fëmijë dhe quhen me titullin i dashur apo e dashura dhe justifikohen që se ajo është një cop letër, martesa, dhe më pas prandaj quhet martesë ligjërisht dhe në sy të Zotit për të mbrojtur ato që ti krijon, për të mbrojtur ato pasardhës që ti jep. Sepse një fëmijë është më i sigurt me prindër që kanë krijuar një rreth, që nuk është aq e lehtë për tu shkëputur, në kuptimin që e mban, ky rreth është një rreth i fortë që e mban familjen bashk. Prandaj që shpesh herë disa meshkuj krijojnë ata autoritetin që sekur e kanë pronë gruan apo të dashurën, siç është në një pjesë të kulturës tonë, dhe imagjino që ai nuk të jep vendin e duhur dhe të trajton si pronë, edhe të trajton atë formë sa ti të humbasësh jetën për të, edhe ti fillon e normalizon dhunën, fillon normalizon çdo gjë